Zaki edhe në këtë aspekt, t'japim këtij demokratit fjalën, jep këtij demokratit fjalën, jep këtij. Jam mërzitur në çik sot, po mos u e ke në rregull mikrofonin, po mos u mërzit se kështu e ka kjo punë. Taksirati jon që të rilindim dhe Partinë Demokratike. Do mund të krijojmë kushtet për rilindjen e Partisë Demokratike, s'do rilindim ne po. Unë jam shumë dakord me këto të fundit apo me me ato të fillimit tuaja. Se është një prognozë logjike e gjithë zhvillimit të rajonit tonë të Vlorës. Është prognozë logjike se jam edhe me atë që në këtë 4 vjeçar të gjitha këto mos pritshmërit tona që burra ta bëjmë shpejt edhe mundësive financiare për të realizuar dhe kohore, se do dhe kohën e veç çdo gjë, unë mendoj se në 4 vjeçarin tjetër mbyllen të gjitha. Se në qoftë se ne do të mendojmë sot, do të shtypim butonin, ne nuk lëshojmë raket, ne do të bëjmë punë. Dhe mendoj që pjesa më e madhe, themelore, u bë, që ishte një transformim shumë i madh. Për sa i përket aeroportit, qofse aeroporti, unë jam plot tek juve dhe bile në shumë investitorë që më kanë ardhur, kjo ka qenë pyetja kryesore. Bile dje më kërkuan atë shkrimin tuaj te koha jon, që doli, duam ta lexojmë tani, që ta marrim me vete që ta kemi tha, që do bëhet aeroporti i Vlorës. Edhe ky interesim do ta bëj. Ju lexojnë tuaj kohën tonë pak. Jo, aty unë e pash që e kishte botuar ajo koha jon, ai diskutimi ishte bërë se unë s'isha këtu në Shqipërinë atë kohë, ishte bërë 2 ditë para e kishte bërë ju. Unë mendoj që detyrat tuaja po ecin mbar. Detyrat tona tashti janë punët tona që ne duhet bëjmë ashtu siç tham për rritjen e shërbimit, për të gjitha elementet që ne duhet të shqetësohemi brenda atij territorit tonë. Unë për pjesën arkeologjike, unë ja kam thënë edhe kryeministrit më përpara, që gati 60% e hotelit punon me pjesën arkeologjike, nuk punon me pjesën e detit, se unë s'jam te deti. As kam qenë më përpara se kuptohet ishte një skandal, s'mundi thoshe të plazhat të huajt. Tani është rikuperuar gati 90% dhe do ta e kemi prezantuar edhe kompanitë që na kanë ardhur, ky është plazhi që do të bëhet, pastaj nëpërmjet bashkisë që si do ndahen ato, një pjesë me qiraje me këto. Por pjesa arkeologjike na e rrit fazën e turizmit në Vlorë. Se Kalaja e Kaninës është një kryevepër. Domethënë shekulli 4 para e dhe është bërë rikonstruksion nga Cezari në shekullin e 4 mbas erës së re. Domethënë është një histori që kur të zbulohet do duket që megjithmonë është një kryevepër. Edhe këto të tjerat po janë plotësuese. Dhe pëlqimi i kompanive turistike tu huaja është të qëndrojnë në Vlorë. Ka bërë Berati hotele, s'qëndrojnë. Ka bërë Gjirokastra, nuk qëndrojnë. Duhen të vinë në Vlorë edhe shikon, edhe Fieri ka hotele shumë të mirë, po pëlqimi i tyre është në Vlorë. Aq më tepër tani me këtë punë të madhe që u bë, unë mendoj që ne duhet të përgatitemi për më shumë pritje dhe për më shumë shtredhe në qytet. Unë jam dakord për këtë që pjesa e kësaj zone këtu duhet të filloj, për mua është emergjencë. Nuk është siç ishte zona e Vlorës, por është emergjencë. Është bërë një pjesë e kanalizimeve, ujësellësit e këto, edhe nga energjisë elektrike që ka ecur shumë mirë, por sistemimi i bregut është katastrofë. Domethënë me mole, me gur, me ashtu, do unë kam një mendim. Të gjitha ato gur që janë hedhur dhe që ashtu, ne mund të shfrytëzojmë për erozionin. Nuk do na bën barë të marrim të hedhim ku do t'i çojmë. Por në zona si të tilla, që ka erozion, që shëmbet rruga, që ka probleme, mund të përdoren të paktën 50% e tyre. Pastaj pjesën tjetër, pse se është ta vret syrin dhe gjithë turistit që kanë ardhur, kanë parë Bregdetin, thonë po pse kjo këtu, pse ky do janë bërë gjithë me nga një mol tash. Kështu që unë për mendimin tim kjo e rregullon. Edhe studimin e pash, atë studimin që ishte bërë për pjesën e asaj, pjesa
studimi i ri që është bërë tash, pjesa e radhimës ishte një pjesë e mirë e këtyre ndërtimeve dhe ka ngelur tamam për agrobiznes, për pamje shumë të mirë. Unë një gjë kisha, zoti kryeministër, një propozim, ndoshta tani për tani nuk është koha, por flas për mandatin tjetër, për energjinë elektrike. Unë mendoj që të paktën në sezon për hotelerin në sezon, nuk flas për gjatë periudhës së dimrit se abuzohet pastaj. Jo, ne duhet na ulet pak, se e kemi të shtrenjtë. Domethënë dhe megjithmonë vjemi në pozita shumë të forta për të lëshuar kondicionerët. Si ta ulëm taksën nga 20 Jo, shko, ta ulëm tani. Po ule, po mirë, mos këto gjëra me çfarë do i bëjmë? Nuk jam, unë jam tani të ngarkojmë dhe gur. Si pse do i ngarkojmë gur? Me komandë do i ngarkojmë gurët në. Unë jam i arsyeshëm në kërkesën që bëj. Të paktën na sill ata udhëheqësat e tu të ngarkojnë gurët paktën, se për punë tjetër si ke. Jo, udhëheqësat e mi jam vetëm time unë. Paktën ngarkojnë një gur. Problemi e kam këtë kërkesë se vetëm të paktën për periudhën e vitit tjetër, nëse do ketë mundësi, periudhën e verës, nëse mundet, nëse s'mundet, nuk është ndonjë. Jo, ti fole mirë bëre se kjo punë kështu është, ti bën tënde kërko. Tashti, unë për aeroportin zoti ministër kam nga 2001 që kërkoj. Dhe në çdo vend, po ta them kështu unë, do të jemi sinqert. Ju e premtonte këtu se i thoshe ti, ama aeroporti. Ja kemi qenë me Arbenin. Jo, kemi qenë me Arbenin. Ka ardhur vetëm aeroportin premtonte. Ja bëre mendjen aeroport. Kemi qenë me Arbenin në Llogora. Kemi bërë një mbledhje kështu siç jeni ju, edhe unë i bëra pyetje për aeroportin. I thash, ç'bëhet me aeroportin e Vlorës? Ta bëjmë ta. Jo, nuk foli. Dhe unë di pse nuk foli. Kur ulëm pastaj në një rreth të ngushtë, i thash, e mora vesh që sishte nuk kishte qef që të flisje. Pse nuk fole? Nuk e bëjmë dot. Dhe e mora vesh dhe mekanizmi ku ishte. Ai mekanizëm që ju e dini, që ju e shpërthyet dhe ju lum për këtë. Nuk do të bëj komente më të gjëra, po kjo është merita juaj.